Tako talente shqiptare. Ky ishte projekti organizuar nga Qendra e Studimit të Politikave Europiane për zhvillimin rajonal dhe lokal me drejtore ekzekutive Luiza Hoxhaj. Në qendër të këtij projekti, të rikthyerit nga jashtë, mes të cilëve student dhe njerëz të dijes, të cilët kur kthehen e kanë të vështirë të gjejnë terren të përshtatshëm për të punuar, por që ky takim ka si për qëllim gjetjen e rrugëzgjidhjes. Pjesë e panelit student dhe pedagog të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, por edhe ish emigrant të cilët kanë darë eksperiencat e veta. Qendra e Studimit të Politikave Europiane për zhvillimin rajonal dhe lokal në bashkëpunim me Universitetin Ismail Qemali të qytetit të Vlorës, me Agjencinë Rajonale të Zhvillimit Vlorë, si dhe autoritetet lokale, si dhe aktorë të tjerë, zhvilluan konferencën e parë me titull Tako talente shqiptare. Objektivi i kësaj konference, ndryshe nga iniciativat e deritanishme, është të krijojë mundësinë e një dialogu direkt midis studentëve, studiuesve, akademikëve, artistëve apo profesionistëve të rinj dhe institucioneve të qeverisjes lokale dhe qendrore, ekzekutive dhe legjislative, për të diskutuar mundësitë e ndryshimeve ligjore apo praktikave administrative, me qëllim që të plotësohet ëndra e kujdo që kthehet, por për arsye objektive nuk mund ta bëjë dot këtë. Organizatorja e kësaj konference, drejtoria ekzekutive, zonja Luiza Hoxhaj, shprehet se përveç përfshirjes me në fokus njerëz me përvojë në nivel qendror, duhet që në këtë iniciativë të ketë edhe përfshirje në nivel rajonal. Ekselenca shqiptare e kuptuar në tërë dimensionin e saj, në dimensionin e dijes, pra duke pasur parasysh akademik, studius, apo dhe ata që janë në rrugën e këtij formimi, pra që janë studentët dhe që do jenë kapacitetet e ardhshme të këtij vendi, janë profesionistë të lirë, të cilët ushtrojnë profesione të caktuara në kudo në botë, janë edhe në një fazë tjetër që do të jenë ata që kanë përfituar dhe ato dijet e thjeshta apo ata që krijojnë proceset spin-off, pra që sjellin atë eksperiencën, atë inovacionin, i cili edhe kur është i aplikuar, mund të jetë një gjë e njëjtë, por në momentin që aplikohet një territor të ri, siç është vendi ynë, quhet një gjë e re, dhe të gjitha këto energji të këtyre njerëzve që kanë krijuar këtë përvojë, kanë punuar me kaq përkushtim dhe sakrificë për të bërë këta që janë, kuptohet që në një takim të parë dhe nuk mund t'i mbledhin të gjithë, por ky është një takim apo një audiencë e cila përfaqëson pothuajse të gjithë target grupin e këtij aktiviteti. I pranishëm në këtë konferencë rektori i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, zoti Albert Qari, i cili tha se Universiteti i Vlorës ka treguar një tjetër vlerë të qytetit, teksa pohonse në këtë institucion janë bërë të gjitha përpjekje që të rinjve dhe stafit pjesë të cilit janë edhe të rikthyerit tu jepet mbështetje. Ismail Qemali ka shtuar një vlerë tjetër këtij qyteti, zonës së Vlorës në tërësi, sepse universiteti është burimi i talenteve, universiteti është institucioni ku praktikisht implementohen gjitha filozofitë për rekrutimin dhe lëvizjen e talenteve shqiptare, të cilët janë edukuar në Shqipëri apo akoma mëtej në institucionet më të rëndësishme, flas për universitetet perëndimore dhe ato amerikane. Realisht eksperienca e Universitetit të Vlorës është domethënëse që ka të bëjë me rekrutimin real të këtij stafi akademik të talenteve të qytetit të Vlorës, por edhe të zonave të tjera. Zonja Laura Mersini, profesore e fizikës, zoti Kosta Barjaba, pedagog në Tiranë, e quajtën këtë konferencë si mjaft domethënëse duke treguar edhe eksperiencat e veta. Kredinci është bashkalidhur gjithmonë iniciativave të tilla që promovojnë talentet shqiptare për dy arsye fare të thjeshta. Është një bankë iniciuar si iniciativë financiare shqiptare, 100% shqiptare, dhe duke qenë e tillë në harkun kohor të një 10 vjeçari konkuron fort tashmë mes institucioneve financiare prestigjioze në Shqipëri që janë me mëma të huaja dhe kanë eksperiencë qindra vjeçare.
Dhe kjo është e mundësuar, ju garantoj, fal përkushtimit dhe stafit të përzgjedhur. Aktualisht numërohen 600 pak punonjës në gjyrinë e Kredinsit, totalisht me talente të reja. Unë bëj pjesë në ata njerëz që nuk mendojnë se ne jemi në popujt më të talentuar të botës. Sepse po të ishim më të talentuarit, nuk do ishim më të varfër. Dhe talenti i një populli nuk është një energji potenciale, por talenti i një populli është një energji që zhvillohet dhe jep produkte. Një talent që nuk jep produkte nuk është talent i vërtet. Me këtë nuk dua të moj, por që nëse shqiptarët nuk kanë arritur që të japin ato budhe që kanë potencialisht, kjo nuk ka qenë kryesisht për shkak të tyre, por për shkak të qeverisjeve të tyre, megjithatë edhe qeverisjet e shqiptarëve kanë qenë produkt i shqiptarëve. Dhe me ne pëndodh ashtu që pëndodh dhe me mjaft popull të talentuar potencialisht të botës, por që kanë arritur ta krijojnë, ta demonstrojnë talentet e tyre, jo domosdoshmërisht në vendin e tyre, por në vende të tjera. Pjesëtar të këtij paneli i diskutimit, drejtues institucionesh në qytet, student të Universitetit të Vlorës, si dhe emigrantë të cilët e kanë bërë tashmë zgjedhjen e tyre, kthimin atë dhe, duke prezantuar avantazhet, disavantazhet dhe vështirësitë që kanë hasur në këtë ndërmarrje të tyre.